Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin me ju. Falenderimet tona si gjithmonë janë për Allahun fuqiplot, ndërsa përshëndetjet janë për Zotrinë e njerëzimit, për Muhamedit, familjen, shokët dhe gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në amshim. Fetaria e vërtet kërkon prej nesh që kemi sjellje të matura. Jo çdo veprim, jo çdo sjellje përkon me personalitetin e besimtarit. Disa gjëra janë të atilla që përbaltin personalitetin e tij. Disa tjera, edhe nëse në esencë nuk janë të ndaluara, në qoftë se teprohet me to, atëherë mund ta njollosin atë. Prandaj ne gjejmë përgjatë gjithë kohës dietar musliman që japin këshilla se ne duhet t'i shmangim disa gjëra të cilat mund të na dëmtojnë. Disa prej tyre, siç përmendëm, mund të jenë në esencë të ndaluara, prandaj largohemi prej tyre a priori, ndërsa disa të tjera mund të mos jenë të ndaluara në esencë, por po e tepruam me to, atëherë ato kalojnë në gjëra që na shfaqin para të tjerëve, jo me atë imazhin që duhet ta kemi si besimtar. Prandaj sot me lenin Allah te bareke ve teala, ne para jush të nderuar vëllezër dhe motra, do të prezantojmë këshillat e një dietari të madh, e një urtarit të dalluar, dietarit Abdullah ibn Mubarakut, cilin edhe kemi përmendur më parë, kemi cituar më parë, dhe të cilat kanë të bëjnë me këtë maturin, duke na ofruar disa fusha, disa aspekte ku ajo duhet të shfaqet, dhe nëse ne e manifestojmë atë ashtu siç duhet, atëherë Allahu te bareke ve teala do të na begatojë me të mira të shumta. Abdullah ibn Mubaraku, Allahu mëshiroft, ka thënë kësaj: lëre shikimin e tepërt, Allahu do të bekoj me khushu, me përulje para tij. Lëre të folurit e tepërt, Allahu do të bekoj me urtësi. Lëre ushqimin e tepërt, bekohesh për adhurim. Mos hulumto për tëmetat e tjerëve, Allahu do të bëjë që ti shikosh tëmetat tua, dhe e fundit mos u thellon duke hulumtuar rreth qenies së Zotit, por hulumto rreth veprave të tij në mënyrë që të shpëtosh nga dyshimi dhe hipokrizia. Pra, këto janë 5 gjëra, 5 këshilla që dietari i madh Abdullah ibn Mubaraku na i sjell dhe të cilat kanë një rëndësi të jashtëzakonshme sa i përket reflektimit të tyre. Në qoftë se ne ruajmë shikimin, atëherë Allahu na dhuron qetësi shpirtërore. Në qoftë se ne e ruajmë veten nga ushqimi i tepërt, atëherë ne bekohemi për adhurim. Në qoftë se ne ruajmë veten tonë nga të folurit e tepërt, atëherë ne do të bekohemi për urtësi. Në qoftë se ne nuk merrim me tmetat e tjerëve, Allahu do të na bëjë që ne saktësisht të shikojmë gabimet tona dhe të përmirësojmë, dhe në qoftë se ne në raport me Allahun te bareke ve teala e mësojmë atë që kërkohet prej nesh, mësojmë rreth Zotit ashtu siç kërkohet prej nesh, atëherë besimi dhe bindja jonë në të do të jenë të mëdha dhe do të kenë efekte të jashtëzakonshme. Ne kemi bërë traditë që kohë pas kohë edhe të sjellim biografi të këtyre urtarëve që po i citojmë. Paraprakisht neve që kemi cituar imamin Abdullah ibn Mubarakun dhe kemi folur për biografinë e tij, prandaj sot me lenin Allahu te bareke ve teala do të mundohemi që kohën t'ia kushtojmë këtyre këshillave të tij, të cilat janë vërtet të rëndësishme për shkak të efektit, për shkak të ndikimit, për shkak të impaktit edukativ që kanë. Po fillojmë me lenin Allahu te bareke ve teala me këshillën e parë, ruajtjen e shikimit. Në qoftë se ne ruajmë shikimin, atëherë në këmbim të kësaj, Allahu te bareke ve teala do të na dhurojë për ulësinë, do të na bëjë më të lidhur me Allahun te bareke ve teala. Shikimi, siç mund të vrejmë, ka një ndikim teje të madh.
për faktin se ai mund të jetë nëse ruhe, ai mund të jetë shkak që ne të lidhemi me Allahun te bareke ve teala dhe në qoftë se nuk ruhet, ai mund të paraqet një lloj pengese karshi atyre të vërtetave fetare, pra duke parë në haram shikimi ynë verbot për të parë të vërtetat dhe kësaj ne privohemi shumë. Për këtë arsye Allahu ka thënë në Kur'an kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Thuaju besimtarëve që ta ruajnë shikimin e tyre dhe ta ruajnë nderin e tyre. Pra është bërë një ndërlidhje interesante ndërmjet shikimit dhe nderit. Dhe është filluar fillimisht me shikimin për të na bërë me dije se prishja e moralit nuk mund të ndodhë pa mos qenë shikimi shkak. Pra shikimi është hapi i parë drejt prishjes së moralit. Prandaj edhe është përmendur, është bërë kjo ndërlidhje në Kur'anin famall në mënyrë që neve të na tregohet se vërtet mund të jemi të rrezikuar prej shikimit. Nga se të nderuar vëllezër dhe motra, në terminologjinë profetike, zina, kurvërim, kat, nuk quhet thjesht vetëm akti shëmtuar i kurvërisë. Por të këtilla konsiderohen edhe ato gjërat që na çojnë drejt këtij mëkati. Për shembull shikimi, siç është vërtetuar në hadith të saktë, Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë el aynani zinaha an-nazar. Shikimi është kurvëria, është zinaja e syve. Pra në qoftë se shikon në gjëra të ndaluara, në femra lakurish, në gjëra që do të joshin për të keqen, atëherë dije se kjo që ke bërë është një hap i rrezikshëm drejt mëkatit final, drejt mëkatit të shëmtuar, mëkatit të zinas. Prandaj dhe në Kur'anin famall Allahu te bareke ve teala na nxit, na porosit që ne ta ruajmë shikimin dhe ta ruajmë nderin. Dhe është interesante se dietarët musliman kanë përmendur që ruajtja e shikimit në të vërtetë mundson depërtimin e dritës së Allahut te bareke ve teala. Në kapitullin Nur, ajetin që neve që cituam, Allahu te bareke ve teala menjëherë pas këtyre ajeteve, respektivisht në ajetin 35, ka thënë kësaj: Allahu nuru s-samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allahu është drita e qiellit dhe tokës. Shembulli i dritës së tij është sikur shembulli i një kamare në të cilën ndodhet një llam. Kanë thënë dietarët, shembulli i dritës së Zotit, me të cilën për qëllim është drita e besimit dhe drita e Kur'anit. Pra, në zemër drita e Zotit, që nënkupton dritën e imanit dhe dritën e Kur'anit, do të depërtoj vetëm atëherë kur syri yt nuk do të shikoj në gjëra të ndaluara, nuk do të shikoj në femra lakurish, nuk do të shikoj në harame, por do të ruhet dhe në këmbim Allahu te bareke ve teala do t'i dhuroj këtë mirësi, do t'i dhuroj dritën e tij, do t'i dhuroj dritën e besimit, dritën e Kur'anit, dhe rrjedhimisht ky njeri do të jetë i ruajtur. Dietarët musliman kanë përmendur se e rëndësishme tek ruajtja e shikimit është sepse djalli shikimin e ka derë nëpërmjet së cilës depërton në zemrën e njeriut. Pra, ne tham se syri bën zina dhe zinaja e tij është shikimi, prandaj nëpërmjet kësaj djalli mundohet që ta tërheqë njeriu drejt mëkatit të zinas. Prandaj ruajtja e shikimit nënkupton që ne ta mbyllim, t'ia përplasim djallit derën për fytyrë dhe ai të mos ketë mundësi që depërtoj në zemrën tonë. Këshilla e dytë e dietarit ton të madh, Abdullah ibn Mubarekut, ka të bëjë me ruajtjen e të folurit. Ai që e ruan veten nga të folurit e tepërt,
ai do të bekohet për urtësi. Ne kemi përmendur edhe në ligjëratat e kaluara, nga se siç mund ta vreni të nderuar vëllezër dhe motra, disa prej urtësive mund të jenë të përsëritura për faktin se janë trajtuar me aq përkushtim nga shumica e dietarëve. Prandaj të njëjtat këshilla ne mund t'i hasim tek më shumë se një dietar. Ne porositemi që ta ruajmë të folurit, nga se ruajtja e të folurit nënkupton neve në hapët dera e urtësisë. Jo rrallë në Kur'an dhe në hadithe, ne marrim mësime me vlerë, mësime të çmuara se si duhet ta ruajmë gjuhën tonë dhe cila është rëndësia e kësaj gjëje. Kush e ruan të folurit e tij, ai ka treguar se është besimtar i vërtet. Nga se Allahu na ka thënë në Kur'anin e madh, la khayra fi kathirin min najwahum. Shumica e atyre bisedave që i bëjnë njerëzit nuk janë të dobishme, nuk ka hajër në to. Me përjashtim illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bejn an-nas. Me përjashtim të atij që urdhron për dhënë lëmosh, të atij që urdhron për punë të mira dhe të atij që urdhron për t'i pajtuar njerëzit ndërmjet vete. Pra, ne duhet të ruajmë të folurit tonë. Dhe nëse kemi patjetër të flasim, atëherë detyrimisht të folurit duhet të jetë për gjëra të mira. Nga se nëse Allahu na ruaj, ne nuk kujdesemi për të folurit tonë, atëherë mund që të rrezikojmë të humbasim shumë. Për këtë arsye Muhamedi alayhi salatu wassalam heshtjen e ka konsideruar shpëtim, ka thënë men samet naja, ai që hesht, ai shpëton. Në të vërtetë, kur ne heshtim, ne arrim që t'i kemi gjërat në kontrollin tonë. Ne arrim që të mos i ekspozohemi llogarisë për veprën që e bëjmë. Ne arrim që të mendohemi mirë, pastaj ta flasim atë që është e dobishme. Nga se Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë kësaj, innaka lan tazala salima ma sakat. Ti përderisa hesht do të jesh i shpëtuar. Fa in takallam kutiba lek aw alejk. Ndryshe kur të flasësh, atëherë ajo fjalë o do të shkruhet në llogarinë tënde për të mirë, o Allahu na ruaj, do të shkruhet në llogarinë tënde për të keq. Prandaj edhe siç është shprehur nga disa urtare filozof, fjalën që ne nuk e themi e posedojmë, ndërsa fjalën që ne kemi thënë, ajo tani na posedon neve. Nëse është e mirë, përfitojmë. Allahu na ruaj, nëse është e keqe, atëherë ne do të shndrohemi në skllëvër të saj dhe do t'i vuajmë pasojat e saj. Për këtë arsye, besimtarët e parë, siç është transmetuar nga shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam, i kanë kushtuar rëndësi të folurit në përgjithësi dhe kanë tërhequr vërejtjen nga të folurit e tepërt. Abdullah ibn Mesudi, Allahu mëshiroft, ka thënë, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë kësaj: po atërheq vërejtjen nga të folurit e tepërt. Flisni vetëm aq sa keni nevojë. Dikush mbase nga brezi tabinëve ka thënë, besimtari dallon nga të tjerë, nga se para se të flet, shikon se kjo fjalë që do ta thotë është apo jo në interesin e tij. Nëse është, e thot. Për dallim nga një mëkatar, i cili nuk kërresht së foluri vend e pa vend. Besoj se ju ka rënë që të shihni njerëz të shumë, të cilët kanë guxim për të nxjerrë nga gojët e tyre fjalë që ndoshta edhe malet do të ishin bërë hi e plohur prej frikës nga Allahu që do ta kishin po ta thoshin një fjalë të tillë. Ndërsa disa njerëz nuk e kanë fare dert, thonë fjalë të rënda, fjalë të atillas që, siç ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasallam, dikush madje edhe pa vetë dije mund ta thotë një fjalë. Mirë po që tek Allahu te bareke ve taala
i shkruhet fundi i hidhur në zjarrin e xhenemit. Prandaj ne duhet ta kemi në hatër të folurit. Mirë po, ajo që duhet ta kemi në hatër më parë është botkuptimi ynë për të folurit e tepërt. Çfarë në të vërtetë nënkupton të folurit e tepërt? Ne, siç përmendëm edhe në fillim, jo detyrimisht duhet të jenë gjërat të ndaluara që ne t'i braktisim. Ndonjëherë edhe ato gjërat e lejuara, por që nuk kemi ndonjë përfitim prej tyre, ne duhet t'i braktisim. Prandaj dietari i madh nga radhët e tabiinëve, Muftiu i Mekës, Ata ibn Abi Rabah, Allah mëshiroft, ka folur për të çështje dhe ka thënë: brezi i parë, brezi i sahabeve me tekst të veçantë, ishin ata që kujdeseshin shumë për të folurit. Dhe ishin ata që të folur të tepërt e llogarisnin çdo gjë që ishte jashtë Kur'anit, jashtë urdhërimit për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, si dhe jashtë gjërave për të cilat kanë nevojë në jetën e tyre. Pra, nëse nuk ka qenë dije fetare, nëse nuk ka qenë praktikë fetare për të urdhëruar njerëzit për të mirë dhe për të ndaluar nga e keqja, dhe nëse nuk ka pasur të bëjë me interesin e tyre të drejtë për drejtë, pra çështjet familjare, ata e kanë lënë të folurit, nuk kanë folur. Pra, çdo bisedë jashtë kësaj e kanë llogaritur të folur të tepërt, prandaj janë larguar prej tij, siç thot Atau, Allah mëshiroft, a nuk e dini se me ju janë melekët në të djathtë dhe në të majt, të cilët shkruajnë çdo gjë që ju e bëni. Pra, qoftë e mirë, qoftë e keqe, ajo fjala që ti e ke thënë, dije se ajo shkruhet dhe se për të do t'japësh përgjigje për Allah te bareke o taala. Dhe pikërisht duke u ndëlidhur me këtë, imami i njohur, Imam Gazaliu, Allah mëshiroft, ka thënë se mënyra se si ne arrim që ta shërojmë veten nga të folurit e tepërt, është nëse kujtojmë vdekjen, se do të vdesim dhe do të dalim për Allah te bareke o taala, dhe nëse e kujtojmë se ne për secilin fjalë që kemi thënë, do t'japim llogari para Allahut te bareke ve taala. Prandaj sot që jemi gjallë dhe ende nuk kemi dalë para Allahut xhellahu ala, kujtojmë se fjalët tona do të regjistrohen. Fjalët tona do të shkruhen. Prandaj o të flasim mirë, o të heshtim, nga se ata që kanë heshtur kanë shpëtuar, ndërsa ata që kanë folur veçmas për gjëra që nuk janë në interes të tyre, vetëm ja kanë ekspozuar një rreziku të madh. Ne po bëjmë këtu një shkëputje të shkurtër për t'u rikthyer sërish me lejen e Allahut. Qëndroni me ne. Ja u kthyem sërish me lejen e Allahut te bareke ve taala për të vazhduar me këshillat e dietarit ton të madh, Abdullah ibn Mubarekut, Allahu e past mëshiruar. Këshilla vijuese e Abdullahut është që ne ta braktisim ushqimin e tepërt, nga se duke e bërë këtë, ne bekohemi për adhurim. Të parët tanë, mbase për këtë arsye, i kanë kushtuar një rëndësi teje të madhe çështjes ushqimit. Kanë folur se kush ka dëshirë, për shembull Hasan Basriu, Allah mëshiroft, ka thënë, kush ka dëshirë që zemra e tij të përulet dhe që sytë e tij të gufojnë nga lotët, atëherë let mos hanë shumë. Pra, çështja e zemrës, përulja për Allahu te bareke ve teala, thyrja e zemrës para Allahu te bareke ve teala, butësia e zemrës, rrjedhja e lotëve, janë të ndërlidhura fuqishëm edhe me çështjen e ushqimit, siç do të vrejmë për shkak të efekteve negative që ka jo vetëm në shëndetin fizik, por edhe në shëndetin shpirtëror ushqimi i tepërt. Prandaj Muhamedi alayhi salatu wassalam, siç qëndron në një prej këshillave të tij që disa mjek në të kaluarën
e kanë klasifikuar si këshill që po ju përmbajtëm, atëherë nuk do të vuajmë nga sëmundjet fizike, ka thënë Kësisaj. Bihasbi ibn Adem ukulat yuqimna sulba. I mjafton besimtarit që të hajë disa kafshata me të cilat e mban gjallë veten e tij. Fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li sharabi wa thuluthun li nafasi. Në qoftë se ka patjetër që të hajë më shumë, atëherë le ta bëj këtë ndarje, duke bërë që 1/3 ta ketë për ushqim, 1/3 tjetër për ujë dhe 1/3 e fundit ta ketë për frymëmarrje. Pra, ne duhet që mos të ngopemi dhe kur themi me ushqimin e tepërt, për qëllim është kjo të ngopja e cila ka pasoja. Prej pasojave që për shembull dietarët kanë përmendur është edhe ajo që në mënyrë mjeshtrore e ka përmbledhur Lukman Hakimi, i cili ka thënë Kësisaj. Kur barku ose stomaku të mbushet plot, atëherë mendimi flen, urtësia shuhet dhe gjymtyrët arreshtin se pushojnë sa adhuruari Allahun te bareke wa taala. Pra pasojat e ushqimit të tepërt janë edhe në aspektin psiqik, por edhe në aspektin praktik, nga se mendja njeriut nuk do ta ketë më atë mundësinë që bëj përsiatje, të meditoj, urtësia nuk do të ketë vend tek ai dhe përpasoj trupi do të ndjejë nevojë për të fjetur, prandaj nuk do t'i përkushtohet adhurimit. Kështu që nevoja jonë për ushqim më pak, për ushqim në mënyrë të moderuar, është të jetë e madhe. Është përmendur se në të kaluarën, kur të rinjt agjeronin, dhe në kohën e iftarit shtrohej tureza, sofra për ngrënë, qohej dikush dhe thoshte Kësisaj. Mos hani shumë, nga se kush han shumë, ai edhe do të pin ujë shumë. Dhe ai që pin ujë shumë, ai edhe pastaj do të flen shumë dhe Kësisaj do të privohet nga të mirat shumëta. E vërtet në qoftë se dikush e tepron me ushqimin e tij, ai do të shkojë për të fjetur herët, e pastaj ndoshta nuk do të ketë mundësi të zot jo për namaznate, por as për namazin e sabat, dhe Kësisaj atij do t'i humbasin të mirat të shumëta. Do dua që t'ju kujtoj, të nderuar vëllezër dhe motra, vetëm një mirësi të përnatshme, të cilën mund ta humbasim nëse ne të ngopemi dhe të projmë me ushqime. Ashtu siç na ka mësuar Muhamedi alayhis salatu wassalam. Në pjesën e 3 të natës, Allahu i madhruar zbret ashtu siç i ka hije madhështisë së tij. Dhe thot, kush është ai që më lut që unë t'i përgjigjem? Kush është ai që kërkon prej meje që unë t'ja plotësoj kërkesën e tij? Kush është ai që kërkon që t'ja fali mëkatet, që unë t'ja fali mëkatet? Janë 3 mundësi që në secilën natë na ofrohen secilit prej nesh, dhe që ne për shkak të ngopjes mund ta privojmë veten tonë prej tyre. Prandaj për Zotin, këto janë mirësi më të rëndësishme, janë më me vlerë se sa që ne ti humbasim, se sa që ne t'ja anashkalojmë duke fjetur. Këshilla tjetër e dietarit ton, e Abdullah ibn Mubarekut, është këshilla që ne të merremi me veten tonë. Nëse ne merremi me veten tonë, atëherë në këmbim, Allahu te bareke wa taala do të na mësoj që ne t'i shikojmë tmetat tona, gabimet tona, gjunahet tona dhe t'i përmirësojmë ato. Kjo ka rëndësi teje të madhe sepse nuk janë të pakta ata njerëz që kanë degraduar si shkak i shpërfilljes së këtij parimi. Ishe tek merren me të tjerët, tek janë si thuash një lloj databaze e tmetave të tjerëve, ndërsa tek vetja e tyre nuk shohin as gabimin më të vogël. Sigurisht se kështu nuk janë besimtarët e vërtetë. Kështu nuk janë besimtarët që
i frikson Allahu te bareke wa taala, për arsye se ne në radhë të parë dhe para çdo gjëje dhe para çdo kujt jemi përgjegjës për veten tonë, për gabimet tona, për gjunahet tona, për sjelljen tonë. Prandaj, nëse ne do duhet që ta përmirësojmë dikë, atëherë duhet të fillojmë nga vetja jonë. Allahu ka thënë: kullu nafsin bima kasabat rahina. Secili njeri është peng i veprës së vet. Pra, ai mëkatit që ne ke bërë, ai gjunat që ne ke bërë, mos prit se dikush do ta merrë atë. Mos prit se dikush do të jep përgjegjësi për të. Mos prit se dikush do të del para Zotit dhe do thotë: ja, unë jam ai që po e marr përsipër mëkatin e tij dhe dënon mua në vend të tij. Jo, secili prej nesh është përgjegjës për veprën që ka bërë. Prandaj Allahu na ka kujtuar në Kur'an në disa vende, për shembull ka thënë: men ihtada fa inma yahtadi li nafsihi wa man dalla fa inma yadhillu alayha. Ai që o zot për veten e tij. E ai që humbet devion, humbet për veten e tij. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dhe askush nuk do ta barën mëkatin e tjetrit. Pra, edhe për të mirën, edhe për të keqen, njerëzit do t'japim përgjegjësi në veten e parë, secili prej tyre do t'jap përgjegjësi. Prandaj ne, të nderuar vëllezër dhe motra, e kemi për detyrë dhe e kemi obligim që të kujdesemi për veten para se të kujdesemi për të tjerët. Sepse duke u kujdesur për veten, ne arrim që gabimet tona, gjunahet tona t'i pastrojmë me kohë dhe të dalim për Allahu te bareke ve teala duke qenë të pasër. Ndryshe, dietarët musliman kanë thënë se nëse shet dikë i cili vazhdimisht flet për të metët e tjerëve, vazhdimisht thotë filani kështu, filani ashtu, sikur është bërë një lloj mbikëqyrësi i tyre, prandaj u azbulon gabimet, u azbulon gjunat. Ka thënë kjo nëse flet për diç, flet për të metat që i ka ky njeri, sepse nuk ka mundësi që ta anashkaloj veten e tij dhe të flet për tjerët, vetëm se atëherë kur ai është kontaminuar nga të këqijat që i ka brenda vetës tij. Njeri prej dietarëve i quajtur me emrin Bekr bin Abdullah ka thënë kësaj: në qoftë se shehni një njeri i cili nuk merret me të metat e tij, por merret me të metat e të tjerëve, atëherë dëshmoni se ai njeri është i mashtruar. Pra e ke parë dikë që ai nuk merret me veten e tij, por me gabimet dhe gjunahet e njerëzve të tjerë. Atëherë dije se ky njeri është i mashtruar. Madje është i mashtruar aq shumë saqë ka arritur ta shpërfill veten e tij. Ose thënë me fjalët më të mira të dashurit tonë Muhamedit alayhis salatu wassalam, ai i ka anashkaluar mëkatet e tij që janë të mëdha dhe është marrë me mëkatet e dikujt që mund të mos jenë sa mëkatet e tij. Ja çfarë ka thënë Muhamedi alayhis salatu wassalam: yubsiru ahadukum al-qadhata fi 'ayni akhi. Dikush prej jush mund ta sheh halën në syrin e vllajt të tij. Wa yansa al-jid'a fi 'aynihi mu'tarida. E sheh halën në syrin e vllajt të tij, ndërsa nuk e sheh cungun në syrin e tij. Pra arrin diçka që me mikroskop nuk mund shihet, arrin ta sheh dhe t'ia publikoj, ta shfaq para të tjerëve atë met të tij, ndërsa gabimin të metën e tij që mund të jetë shumë fish më e madhe se sa meta e vllajt të tij nuk e sheh fare. Dhe kjo jo për tjetër, vetëm se ky njeri është i mashtruar. E mbase ky njeri është dënuar nga Allahu te bareke ve teala kësaj, nga se siç e keni parasysh, format e shpërblimit, besimtari për veprën e mirë ndonjëherë shpërblehet me bekim për një vepër tjetër të mirë. Ndërsa për mëkatin Allah na ruajt,
ndërshkohet duke ju hapur mundësia edhe për një mëkat, dhe kësaj ky mëkat që nuk është i vogël dhe pasojat e të cilit mund t'i vuaj para Allahut te bareke ve teala i bëhet i padukshëm dhe vazhdon kësaj me këtë mëkat derisa Allah na ruajt, ai mund edhe që të dënohet para Allahut te bareke ve teala me dënim të ashpër. Ne duhet të ndjekim rrugën e besimtarëve të sinqert, atyre që pos vetës së tyre ata nuk merren me të tjerët. Është përmendur se dy zahid, dy asket, dy besimtarë të mirë janë takuar me njëri tjetrin. Dhe njëri prej tyre i ka thënë shokut të vet: "Wallahi, unë ty të dua për Allahun." Ky tjetri i ka thënë: "Për Allahun, po dije se çfarë ka brenda meje, gabimet, gjunat, metat që i kam, jo që nuk do të më doje për hir të Zotit, por do të më urreje për hir të Zotit." Ky i pari ja kthen sërish dhe thot: "Për Zotin, edhe nëse është kësaj, unë nuk do t'isha marrë me të metat tua, nga se më mjaftojnë të metat e mia, gabimet, gjunahat që unë i kam." Prandaj, nderuar vëllezër, ne duhet ta ndjekim rrugën e këtyre besimtarëve. Dhe në vend se të merremi me të metat e të tjerëve, ne duhet që të merremi me të metat dhe gabimet tona. Për shkak se pasojat janë të mëdha. Është përmendur nga imami i Medinës, Imam Maliku, madje kjo i atribuohet edhe disa prej sahabeve të Muhamedit alayhi salatu wassalam, se Ibn Omerit, Allah qoftë i kënaqur me të dy, kanë parë njerëz cilët nuk kanë pasur të meta. E pastaj kanë filluar që t'ua përmendin të metat njerëzve. Dhe përpasoj ju janë bërë edhe këtyre të meta. Kanë parë njerëz që kanë pasur të meta, por që kanë heshtur ndaj të metave të tjerëve dhe për rezultat edhe njerëzit kanë heshtur ndaj metave dhe gabimeve të tyre. Pra, nëse hesht ndaj të metave të njerëzve dhe merresh me të metat tua, atëherë njerëzit nuk do t'i përmendin ato. E nëse nuk hesht, edhe nëse nuk ketë meta, do të ngarkohen të meta. Madje ka një hadith interesant të nderuar vëllezër. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Men qala halaka an-nas fa huwa ahlakuhum." Ai që thotë janë prishur njerëzit, ai është njeriu më i prishur. Kanë thënë dietarët, Imam Nevaviu dhe Khattabiu, Allah i mëshiroft, kjo për faktin se ky njeri del dhe i nënçmon të tjerët. Filani është prishur, filani ka devijuar, filani ka lëshuar rrugën e Zotit, filani më nuk është në rrugën e drejtë, filani më nuk falet, filani kështu, filani ashtu. Pra gjejnë kohë për të marrë me të tjerët dhe në një farë forme duke lëvduar veten e tij. Pra ai nuk po falet ndërsa unë falem. Ai po bën mëkate ndërsa unë nuk bëj mëkate. Ai ka devijuar ndërsa unë jam në rrugën e drejtë. Jo, përderisa je duke thënë kësaj, atëherë edhe ti je prekur nga devijimi. Edhe ti je prekur nga lejthitja. Dhe se je në kuptimin e mëkateve që do t'i marrësh si pasojë e këtyre veprimeve, je madje në një pozitë edhe më të ulët se sa këta njerëz. Prandaj nuk na përket neve që ne të merremi me të metat e tjerëve, të merremi me të metat tona, se kemi punë të madhe për të bërë. Na duhet që ta pastrojmë veten prej tyre, në mënyrë që ta takojmë Allahun duke qenë i kënaqur me ne. Dhe këshilla e fundit e Abdullah ibn Mubarekut, por jo nga rëndësia, është këshill që ka të bëjë me një çështje të një rëndësie akaidologjike, të një rëndësie që prek drejt për drejt besimin. Abdullah ibn Mubareku, Allah mëshiroft, ka thënë: mos u merr me qenjen e Zotit, por merru me veprat e Zotit. Mos u zhyt, mos u thella, mos u lëmta rreth qenjes së Zotit, por hulumta rreth veprave të Zotit, sepse kështu i shpëton dyshimit dhe i shpëton hipokrizisë. Nëse ne duam që ta njohim Zotin,
atëherë duhet të shikojmë në veprat e tij. Çdo gjë përreth nesh e madje edhe në veten tonë flet për Allahun te bareke ve teala. Imami na ka dhënë një arsye se pse ne nuk duhet të thellohemi rreth qenies së Zotit, për shkak se mund të lindin dyshime, mund të lindin mëdyshje, të cilat më pastaj kanë edhe pasojat e tyre. Për këtë arsye, në një hadith cilin Hoxha Albani, Allah mëshiroft, e ka cilësuar si hadith hasan, i dërguari Allahut Muhammed alayhi salatu wassalam ka thënë kësaj: "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah." Mendoni, meditoni, përsjatni rreth krijimtarisë së Allahut te bareke ve teala, e jo rreth Zotit. Pra, ne duhet që të mendojmë, të meditojmë, të përsjatim, të thellohemi rreth krijimtarisë së Allahut xhellahu ala. Për arsye se kjo na bën që ne ta duam më shumë Allahun te bareke ve teala, ta besojmë më fuqishëm dhe jo rreth qenies së tij, për faktin se djalli nëpërmjet pyetjeve të këtilla mundohet që të shkaktoj dilema tek ne, mëdyshje, hotime tek ne. Muhamedi alayhi salatu wasallam, siç qëndron në hadith të saktë, ka thënë se djalli do të vazhdojë që t'i bëjë cytje njeriu, duke thënë se kush e krijoi këtë, derisa ti thot po Zotin, kush e krijoi? Dhe transmetuesi i këtij hadithi është një sahabi i nderuar, Ebu Huraira, Allahu mëshiroft, i cili rrëfen dhe thot: një ditë kanë qenë ulur kur ja erdhi një njeri nga Iraku dhe tha: nëse Zoti i ka krijuar të gjithë, po Zotin kush e ka krijuar? Ebu Huraira thot: ti ketë futur gishtrinjt në vesh, mbase për të mos e dëgjuar këtë fjalë, ose për të bërtitur më fuqishëm, duke thënë i dërguari i Allahut e ka thënë të vërtetën. I dërguari i Allahut e ka thënë të vërtetën. Allahu është një dhe i vetëm. Allahu është Samed, Allahu është absoluti. Allahu nuk ka lindur askënd dhe nuk ka lindur prej askujt dhe askush nuk është si Allahu. Pra, ajo frika se djalli mund t'i sjell njerëzit deri në këtë pikë ku do të bëjnë edhe këtë pyetje, ka ndodhur. Dhe janë një rast në kohën e Ebu Hurerës, Allahu mëshiroft, Allah qoftë i kënaqur me të, që dëshmon për këtë çështje. Prandaj këshilla e Abdullah ibn Mubarakut duhet merret me seriozitetin më të madh, duhet të jetë kriter, duhet të jetë standard, në mënyrë që ne të ruajmë besimin tonë. Ne duhet të meditojmë rreth veprave të Allahut xhallahu ala, rreth krijimtarisë së tij dhe jo rreth Zotit, sepse kjo mund të na shkaktoj hutime, dhe jo rastësisht Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë që sa herë ju vinë mendime të këtilla në kokë, atëherë kërkoni mbrojtjen e Allahut nga djalli i mallkuar, nga se është djalli ai që e shkakton një gjë të tillë. Dhe në të vërtetë nuk janë vetëm djajt nga xhenët, por janë edhe djajt nga njerëzit. Idhujtarët kanë ardhur tek Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe i kanë thënë: a mund të na përshkruash Zotin tonë, na përshkruash shenjën e tij? Allahu te bareke ve teala në përgjigje e ka shpallur kaptinën që llogaritet sa 1/3 e Kur'anit. Ka thënë: kul huwallahu ahad. Thuaj Allahu është një, Allahu samed. Allahu është absoluti, nuk ka nevojë për krijesat, krijesat kanë nevojë për të. Lem yelid wa lem yulad. Allahu as nuk ka fëmijë dhe as nuk ka prindër. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dhe askush nuk i ngjan atij. Pra Allahu te bareke ve teala ka tipare, ka cilësi, por siç ka thënë në Kur'an, lejse kemithlihi shay, askush nuk i ngjason Allahut, prandaj nuk ju jepet formë cilësive të Allahut te bareke ve teala. Imami i njohur, Imami Ebu Hanife, Allah mëshiroft, ka thënë: askujt nuk i lejohet të thot asgjë rreth qenies së Allahut. Ne Allahun e përshkruajmë ashtu siç ai e ka përshkruar veten e tij. Pra Allahu ka folur për cilësitë e tij
dhe ne flasim për to, mirë po pa ju dhënë formë dhe pa i përngjësuar me cilësit e njerëzve. Pra, nëse ne duam që besimi jonë të jetë i ruajtur dhe të jetë i fuqishëm, atëherë ajo që ne duhet të bëjmë është që të mendojmë rreth veprave, rreth krijimtarisë së Allahut xhallahu ala, sepse kjo na shton besimin, na shton dashurinë në Allahun dhe jo rreth Zotit, sepse kjo mund bëj që pastaj djalli të luajë me mendjen dhe besimin ton dhe të përfundojmë në pyetje, në gjëra që janë të rrezikshme. Allahun e madhruar e lutim që Allahu të na ruaj besimin ton dhe të na mësoj që të takojmë atë duke qenë i kënaqur me ne. Allahun e lutim që të na ketë në mbrojtjen dhe sigurinë e tij dhe deri në takimin ton të radhës ju përshëndes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.